Hüsamettin Feraj nga vetëvendosje ka akuzuar opozitën për kontakte me lobist serb në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas postimit të tij në Facebook, PDK-ja dhe AK-ja po luajnë një lojë të dyfishtë në politikën amerikane. Feraj thekson se Enver Hoxha nga PDK po shkëmben ide me lobistin e njohur serb Christopher Hill dhe më pas i prezanton ato në institucionet amerikane si propozime të vetat. Nga ana tjetër, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ndodhet gjithashtu në Shtetet e Bashkuara, por sipas Ferajt, kontaktet e tij me lobistët serb janë të konsumuara që më parë, në vijim postimi i tij plot. Opozita vazhdon takimet me lobistët serb në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga PDK, Enver Hoxha i këmbeni te me lobistin e Serbisë Christopher Hill, pastaj shpalosi ide të veta nëpër institucionet amerikane. Në SBA, ndodhet edhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj, por bisedat me lobistët e Serbisë ka të konsumuara më herët. Mbase tani, do është të tregoj se nuk ka lidhje me aktivitetet e Epsteinit. Ku mjen nis moj zan, opozitare shkruan ai ndër të tjera. Gazeta gjermane Frankfurter Alemanie Zeitung ka shkruar në numrin e të mërkurës për presidenten e Kosovës Vjosa Osmani, duke vënë në qendër të vëmendjes një analizë politike lidhur me ambicjet e saj për të fituar një mandat të dytë si presidente. Gazetari i Faz, Michael Martens, ka raportuar se Osmani po shikon të demonstrojë aftësinë me familjen presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të siguruar zgjedhjen e saj në postin më të lartë të shtetit. Sipas shkrimit, presidenti i Kosovës ka përdorur lidhjet me presidentin amerikan Donald Trump dhe familjen e tij për të fuqizuar profilin e saj ndërkombëtar. Por kalkulimi i saj mund të dështojë edhe pse ajo arriti që Kosovën ta bëjë një nga shtetet që së fundmi në Davos ju bashkua bordit të paqes enigmatik të Donald Trumpit, shkruan Faz. Osmani u shfaq në Zvicër me krenari krahas presidentit amerikan dhe që atëherë flet për arritjen e madhe që sipas saj përfaqëson fakti se vendi i saj u bë anëtare themeluese e këtij fondacioni. Pas publikimit të artikullit, presidenca e Kosovës ka reaguar zyrtarisht. Këshilltari i presidentes, Rinor Nojiu, ka njoftuar se po shqyrtohet masa ligjore ndaj gazetarit Michael Martens për shkrimin e tij të publikuar të mërkurën. Sipas Nojiut, artikulli pretendon se Osmani po përdor kartën amerikane për të siguruar një mandat të dytë, një pretendim që presidenca e konsideron të papërshtatshëm dhe të pasakt. Ndërkaq, vetë gazetari Michael Martens ka reaguar përmes rrjetit social X, duke treguar se qëndron pas raportimit të tij dhe se shkrimi pasqyron një analizë politike dhe jo një sulm personal ndaj presidentes Osmani. Ai thekson se si gazetar me përvojë ka trajtuar çështje të ndjeshme ndërkombëtare dhe ka raportuar për figura të fuqishme pa u paditur ndonjëherë. Mosoj, jam në gazetari për 30 vitesh, kam jetuar dhe punuar në vende të vështira si Rusia, Afganistani apo Turqia, duke shkruar për oligarkët rusë, kriminalet e luftës serb, kontrabandistët malazez të cigareve, rebelët kurd, krerët e luftës në Afganistan pa u paditur kurrë, por tani u shpreh Martens.